Për këtë vit asnjë lloj subvencioni, deri vjet diçka pak naft. Unë kam 3 hektar tokë të përgjithshme, kam vreshari në verë, kam mullinj, kam sera. Sfidat janë të shumta, luftojmë për mbijetesë, me mall prodhim bio, me blet, me të gjitha gjërat e kontrolluara. Nëse ju si gazetar doni sot a merrni mos edhe bëni realizëm ku doni, nëse i nxirrni gjatë këtij prodhimi, siç e shikoni vet, kokra, ne jemi në fillim prodhimit, është mbyll në janar, me shumë sakrifica, me plasmase, me vuajtje, me ju themi na mbështesin agronomët, si të themi kredi pa interes, që shesin prodhimin që blegët, se po të jetë për të punuar drejt për drejt, shumica s'dalin dot. A jeni të kënaqur nga çmimi i rregullt sot kur ju çoni domaten në? Jo. Shiko, ne na vjen keq se edhe konsumatori jemi vetë një pjesë të kohës. Po të shikojmë, plerat janë rritur maksimum. Nafta e arritur shumë. Një thesë plere që merresh 25 kg, 60.000 lek, sot merret 80, merret 90. Çmimi deri diku që e mirë, tani ka rënë goxha. Edhe themi të qëndrojnë këtu, hajde se s'do jetë ndoja ata e madhe, po me çfarë shikojmë ne, me çfarë do Shqipërinë, fjalë shumë shpejt do jetë 400 lek. Tani shteti do të jetë kontrollori, regulatori, ne s'kemi një bursë, vetëm një pikë grumbullimi, thot 700 lekëve, te tjetri thot 800, njëri thot 600, njëri 400, kush ka asgjë. Agronomët që punojnë me fjalën e, vinë gjithmonë në serë. Gjithçka është me fjalë e regjistruar, çfarë janë përdorur. Kush të dojë me fjalë, ja u vëm dispozicion, i marrim te agronomët. Unë punoj me një agronom, po bëj 13 vite. Jemi shumë të rregullt, thash, duke e parë prodhimin si është, unë për shembull gjithë sipërfaqe mbaj burrë grua vetëm. Të kosh punëtor nuk jam. A do kishim ndonjë thirrje ju për të rinjt shqiptar? Të mos largohen nga vendi, po duhet politikat punë shumë. Duke mos i ofruar kushte, unë kam djalin tim me fjalë, sot është Tiranë dhe kërkon të hiqë Gjermani.